Siç u kam thënë që tik-tiku pret të bëhet zëvendës ministri i drejtësisë nga Edi Rama. Dhe ja ku më ka ardhur një provë e fortë djendarke. Shikojmë tash. Adriatik Lapaj Grup by stafi PS-s. Si janë këto punë, si janë. Prandaj u kam thënë që pret të bëhet zëvendës ministri të drejtësisë, njësoj si Taulant Muka që bëhet zëvendës ministri i arsimit, njësoj si Endrit Yzeiri që u bë ministër ekonomie, njësoj si Besart Kadia që u bë zëvendës ministër financash. Është në shërbim si Gjergj Bojaxhiu, si Ben Blushi, si Erion Braçe, e tjerë. Shikojmë tash. Grup Histori. Kujdes. Është ndëruar emri herën e fundit në 28 korik, qershor, 28 qershor, sepse PS e këtë bën, 2023. Sa po mbaroi punë me zgjedhjet lokale, hop direkt kaloi tek Tiku për ta sponsorizuar, për ta promovuar në funksion të zgjedhjeve të këtij viti që të pengoj votat e socialistëve të mos i shkojnë PD-s. Pra, votat e pakënaqurve që nuk do votojnë Ramën, të paktën të mos votojnë PD-n. Kjo është gjithë loja. Të jeni të qartë e të qetë, sepse loja është që Tiku ka vetëm për të penguar votat nga PS-ja ose nga të pakënaqurit mos i shkojnë PD-s. Mund të marrë ca vota nga PD-ja, siç kanë marrë disa njerëz të cilët kanë rënë prej mashtrimit dhe një mashtruesi ordiner si Adriatik Lapaj. Shikojmë tash. Në 26 prill 2023 emri ka ndryshuar në Benet Beci Shkodra Pozitive. Pak para zgjedhjeve, kur erdhi dhe Luisi në lojë. Change në 11 mars 2023 Benet Beci për Shkodrën PS.